Banorët e fshatit Plani Bardh në bashkinë e Klosit vijojnë të vuajnë mungesën e ujit të pishëm. Ata thonë se i gjithë tubacioni që do të sjellë ujë në shtëpitë e tyre është shtruar, ndërsa ujë nuk ka. Banorët shprehen se prej 35 vitesh po gënjehen për ujin e pishëm, çka ka bërë që thuajse i gjithë fshati të largohet. Ujësjellësi nisur rreth 2 vite më parë ende nuk ka përfunduar, ndërsa banorët shprehen se po gënjehen pasi ujë nuk ka. Ata kërkojnë me ngun që ujësjellësi ndërtuar të vihet në funksion dhe ato të kenë të paktën ujë për të pirë. Me hapjen e rrugës së Arbrit dhe me shpresën e ardhjes së ujit të pishëm, ka banorë që janë rikthyer në fshat, por sipas tyre problemi i mungesës së ujit të pishëm vazhdon. Problem për ujit pishëm. S'kemi ujë, thonë për ujë. Vezora ujë ku në jë, sa hap njëra ujit, dum ujë. Sa shën ujit, i ka shtri, po tu ke në që s'kemi ujë, s'ka ujë. Qështu, du mujë, pësa në rajnë? Që në kanë thonë, ashtu halërës, janë hap atje, janë zero, thotë ujtë atje, atje thotë zero, ko hajnë e bënë punë. Hajnë imi pa peguj. O zero, thotë atje ke depët ujtë. Si t'je bëjmë? Në kusht tha? Vejse ti qanë i bonë, të shtru, tube e ujë ku në jë. Tuba ti kanë vunë. Ujtë, pëse sa binë këtu ke në që s'kimi ujë, në kreta këtë unë të asi pa ekë. Qëtë, duhëm në bërë i kanë vu tubat, shënë ujtë. Allaj miliona jënë derë tubat, gjitha njëna kanë delë në këskosh, pa e heqë në këskor, jo heqë në që kemi matitu në thomë. Thomë për pa këtë ujtë. Me gjo e me rjupë, më nda kanë majtë me rana. Kërkoj ujtë pishëm Plan Bardh. Kom marrë në trojet babës temë, tha, familjes temë dhe në trojet mija. Nuk në kanë dhënë asnjë lloj përgjigje. Njëni thot do ta bi sot, tjetri do ta bi nesër, mas 2 javësh, mas 3 javësh. Ropt që kanë qenë familjar nuk mund të vinë Plan Bardh me jetu pa ujë. Ujë të pishëm. Edhe kërkoj ujë të pishëm. Pa tjetër. Çdo qeveri që mund të rrinë këtu në Shqipëri, ne kërkojmë ujë të pishëm Plan Bardh. Edhe Plani Bardh është fshati më i bukur e Zvicrës së dytë. Plani Bardh është Zvicra e dytë. Ka 2 vjetë se unë e si ujtë, halja ujtë s'ka nashtë, tupët një fut, të shtek arë për ujtë, atje të apresh, e në kemi gjetë pa ujtë. Që ka thonë, e të bëmë se të bëmë nësë, asë të nësë më farja. 2 gjaka presh, nuk 2 gjaka, e ka punë minat, nuk 2 gjaka që ka bëmë të orte. Fshati Plani Bardh u përfshi në një projekt që do të furnizonte disa fshatra me ujë të pishëm, por deri tani banorët thonë se uji nuk ka shkuar në fshat.